Ka njëri diskutoje brenda partisë demokratike, jo, vetëm çfarë do thot Berisha. Çfarë thot Berisha, pastaj do e thon dalin nëpër studio e elaborojnë gjithë të tjerë. Ke kush dhe e për? Nga humbës në zje lokale, humbës në zje parlamentare. Si mund të rish prap aty? Nuk del njëri me thonë, po më jap dorëheq Niki. Minimalisht iki nga posti i partisë, viti kush tjetër ta bëj. Po këta janë aty se duhet mbrojnë me zjat. Në për studio shkojnë e zjen kot më kot. Nuk japin asnjë lloj vizioni, asnjë lloj zgjidhje, vetëm konstatime, u vodh kaq, vodhi kaq. Zgjidhje s'ka. Pra ju po thoni se ka pasur një marrëveshje paraprake mes Berishës dhe Ramës dhe në këtë rast në background ka qëndruar Sorosi për t'i dhënë pushtetin në tavolinë? Unë e kam deklaruar me kohë që Sorosi brenda Partisë Demokratike për ligjin, që ka një marrëveshje se e gjetën marrëveshjen shumë shpejt këta kur bën kodin zgjedhor. Që kur bën kodin zgjedhor, ishte me marrëveshje, duket apo jo? Po. Ishte një marrëveshje nga dy palët. Tani ky lloj kodi sot prodhoi këtë lloj gjëje. Sepse nuk mund të bësh ti cat nono cat babës. Ose mbyllën listën fare dhe biles unë jam për ta mbyll listën totalisht. Totalisht me mbyll listën. Dhe për partia të marrë përgjegjësi për kandidatët që i vet. Ta nuk du. Marrëveshje. Atëherë më rezulton që këtu pas ka marrëveshje. Sepse populli votojmë. Ore, si ka Rama 50.000 vota mangut, ashtu i ka edhe krau tjetër. Edhe opozita ka 50.000 vota mangut. Ha? Tash si është e mundme që ti nuk fiton? Kërkun me të madhe votën e diasporës. Kush e kërkoj? A e kërkoj opozita? Partia Demokratike votën e diasporës? Po. Këmgulli. Qysh sekondin e parë u kam thonë mos, sepse është vot manipuluse, se s'ke asnjë lloj strukture, sepse këta që kanë hik këto 10 vjet nuk votojnë. Nuk votojnë, jo se s'duan votojnë. Por nuk votojnë, sepse këta s'kan karta, nuk kanë rezidenca, nuk kanë gjë. Nuk kanë se si të votojnë. Se u del emri atje. Nuk janë budallën. Dhe kush ka votu? Ka votu ata që kanë hik nga 90 e këtej. Mirë po këta që kanë hik nga 90 e këtej, kur vinë në Shqipëri thonë, ua sa bukur dhe pas ka bo këtë Gardaqelën. Sa bukur që ka bo Shqipëria, thotë. Se i ka ngellë ora 90 tyna. 90 ty mishin. Ha? Dhe këta janë ata që kanë votu. Dhe pa harru pastaj pjesën tjetër. Që unë e kam thënë dhe prapë të vota e refugjatës, se janë diasporta, ja kam fut kot diaspor, se s'quhen diaspor, refugjatja. Vota e emigrantëve, për e zbukuroj pak, vota e emigrantëve, zotëri, është vota e blerë. Si është e blerë? Në mënyrë më publike. Pse? Shqipëria, pra, ne, shqiptarë që jetojmë tu, paguajmë para që të votoj ai. Zarfin ja qojmë ne, postën e paguajmë ne, letrat i paguajmë ne, gjërat i paguajmë ne, dhe që të bëj ai do votoj. Pa ti qofse i dhimë se Shqipëria, ka shumë, dhe që kanë kundra Ramës, si nuk i vin tragedit me ardhë, se nuk i vin makinës me ardhë, sa mirë vin për pashke, për Berome, për Amazone, për vitëri këta, për 1 maj vin këtu. E nuk ka qokan këta 50 euro, 100 euro, për me arë me votu në Shqipëri, ta tregojmë për atë ndjenjën e nacionalizmit, se dalim vetëm në për stadiume bërtasim sa mirë me qenë shqiptar, me pasaport gjermane, amerikane në xhep. Sepse edhe deputetët që janë ke Partia Demokratike, janë gjithë me pasaporta e me karta italiane. Shfajnë ata, si përgjësia, edhe po të humë të hikte nesër. Ko është përgjësia? Vota. Qa vota?
Si e ruti këtë votë? Mje mekanizmin që e ruan, jo s'kam. Atëherë për çfarë kërkon? Atëherë e kërkon për të justifikuar humbjen. Duhet ta themi çop. E kërkon për të justifikuar humbjen. Kinezët kesh alibi në humbjes. Do t'i qojmë në Europës, do t'i qojmë në shkelet që ka bërë Rama? Kujt Europë? Kësa Europë që e lavdroj? Kësa Europë që i solli me vrap telegramet? Urimet më të mira? Kësa do t'i qojmë ne? Kë Europa e kishe, këtu e kishte. I pa me sytë e vetë. Edhe e OSB e o dirit. Edhe atë Sorosit. Po me gjithë dhe i thanja 2 lafe. E më fund fare, thot, jemi vetëm konstatuse, ne nuk veprojmë. E ne tani do mbajmë, me votët e këtyne, ne do mbajmë pushtet i diktaturë. Po t'ishe këta se ishin kaq patriot, e pare nuk braktisin vend. Po e dyta vinin. Vinin me i herë, sakrifikoj ditë për vendin tënë. Nuk sakrifikoj këti një ditë, një jetë për 4 vjetë, ti nuk sakrifikon një ditë. Dhe du t'jap unë ty, pagujën ty që të votosh ti për mu kundra me e. As nuk e di në situatën fare. As nuk e di në fare. As jetojnë tu me këtë lloj situate. Ta provojnë për gjykatë. Ta provojnë për spitale. Ta provojnë për policira. Shkojnë administrat, shkojnë hipotekë. Ta provojnë një. Se talët me e Albania, Rama. I ditë punoj, 7 javë s'puno. Të kthe dhe i përgjigje që mos dish mos e ku të shkosh. Që e ka ndërtu? Ta ndërtojmë vetëm pushtet. Ne kemi 80 vjetë vetëm pushtet, në shtet s'kemi ndërtu na herë. E fatkesia këti vënd kjo është që nuk ndërtojmë do të shtet. Vetëm pushtet po. Pushtetin absolut e kemi. E kemi absolut, po të shofësh edhe këto, partit e reja. Se u di emrin një partisë, njohim vetëm Qorri, Llapa, Mapa, Çeçaj. Emra partisë nuk ka. Konkurent, edhe këto gjoja që janë të reja, që janë europiane, konkurent nuk ka. S'ka konkurent. Dhe vazhdojmë me të njëjtën traditë, prandaj thash, ai tranzicioni, vazhdon tranzicioni i atij lloj sistemi. Tranzicioni atij lloj sistemi vazhdo akoma. Jo po ishim mirë këtu, jo po ishim mirë atje. Zotëri, kur je mirë, kur vetë themelin mirë, muri do eci drejt. Po e bëre themelin e shtremët ka për t'i ka i palla, gjithu për pjetë. Nuk drejtohet më. O do shem, e ta fillosh ka fillimi. Po me këta fillosh. Ku ta fillosh? E lodhën poplit. Do bëjmë revolucion, se bon. Do bëjmë mosbindje civile, se bon. Me Ramën nuk futemi. O sot o kur. Hiku sot i ngeli kura. Më falë. Më falë. Sa herë ka dash, e ka thirë poplit, a që herë ka dalë në shesh. Po i lodhët. E lodhët. Nuk bëhet revolucion me tribun. Bëjmë revolucion nga em tribun. Revolucion do këllë. Do ide. Do si ta zhvillosh. A të shi.